kupton që ju është dhënë mundësia me shfrytëzu ato mundësitë e pakta, sepse ne jemi dëshmitar të asaj që sa herë po ndeshim me skuadra evropiane, gjithmonë po çalojmë, sidomos në aspektin fizik, edhe mundësitë tona për me dënu kundërshtarin po janë shumë të pakta, kështu që Ballkani ka pas individ të cilët kanë arritur me kriju situata dhe me kriju probleme për kundërshtarin, sidomos në fazën ofanzive, ndërsa te kjo dritë mendoj që ndoshta ka më pak ngjyrë në pjesën ofanzive krahasu me Ballkanin, por kjo ka potencën në grup, edhe e ka një mentalitet jashtëzakonisht fort që mendoj që ndoshta dorë për krijimin e këtij mentaliteti ka pas Zekria Ramadani, për shkak se kemi pas situata edhe në kampionat kur nga disavantazhi nuk ka dalë jashtë balancës dhe jashtë stilit lojës, ka arrit me rujt atë lojë dhe pastaj ka arrit me marrë rezultate pozitive. Kjo do të thotë që nuk është shpall rastësisht kampion, edhe ato që e përmendim herët Azreni, pikërisht këto janë ato faktorë të cilët një skuadër e bëjnë kampione për shkak se nuk arrin të disbalancohet, edhe fazën negative gjatë kampionatit arrin me menaxhu shumë mirë. Edhe drita, domethënë, është e njohur në këtë pjesë sepse për shumë vite ka arrit me rujt disi boshtin e skuadrës, edhe tash do të jetë interesant nëse do të arrin me rujt disa individ, për shkak se unë kam informacione se disa nga ta është e prekshme që do të lëvizin. Kush për shembull? Po Ron Broja pritet që të lëviz drejt një shteti i cili tash më gjendet jo në kushte shumë të mira, gjendet në luftë. Mendoj që do të lëviz drejt Ukrainës. Drejt Ukrainës. Po. E po në fakt sot gjatë intervistës që po realizoja, tifozët dhe një pjesëtar të klubit në fakt bënin lutje publike që Roni të qëndroj në dritë. Po lutja është shumë me vend, por mendoj që ndoshta edhe hapi fundit për të në karrierë që ai të mund të lëviz drejt kampionateve më të forta europiane është ky, për shkak se vjen prej një kampionati jashtëzakonisht mirë, është mëkat që nuk është ftuar edhe në kombëtarën tonë. Ndoshta mendoj që ndër lojtarët e pak cilët e kanë merituar me kontinuitet performancës me ftuar kombëtare ka qenë Ron Broja. Edhe lutja është shumë me vend, mirë po do të jetë vështirë realizueshme edhe për intelektualet që ta mbajnë aty, për shkak se është një profil i futbollistit i cili ju kryen, domethënë, punë edhe skuadra ndoshta më të mëdha për momentin.